Nureddin Seci mund të jetë çdo gjë, bashkëfshatar juaj, elektricist me përvojë, alpinist i guximshëm, por emri i tij në kontratë nuk është për Shqipërinë, por kolateral i partisë. Pas publikimit të kontratës së lobimit mes Partisë Demokratike dhe Continental Strategy, zërat nga Partia Demokratike që justifikojnë burimin e parave $6 milion pretendojnë se fatura po paguhet nga patriotët shqiptarë. Referuar kontratës, patriotët janë 3 persona: Nureddini, gruaja e Nureddinit dhe djali i Nureddinit. Me pak fjalë, patriotizmi financiar që nga brenda një familjeje. Emra të tjerë nuk ka si financues. Pyetja është, pse një patriot që e do Shqipërinë të financoj partinë për aleancën me Greqinë? Në kontratën që ka nënshkruar Nureddin Seci si garant financiar, parashikohet mbështetja e koalicionit Aleanca Madhështore Berisha-Beleri. Unë jam i qartë për motivet jo parimore që Berisha pranon, edhe me djallin të bëj aleancë që të vinë në pushtet, por s'mund të kuptoj pse një patriot shqiptar është gati të jap $6 milion për një aleancë patriotike greke dhe jo shqiptare. Si ka mundësi një parti e cila në 35 vjet nuk ka asnjë donacion zyrtar më të madh se $10.000 e gjen një patriot 2 javë përpara zgjedhjeve të paguaj $6 milion të heqi Berishën nga lista e zeze SBA. Nureddini mund të jetë burri më i nderuar në SBA, por mos ja prishni emrin dhe qetësinë. Madje edhe mediat kur e pyetën ai tha: "Më lini të qetë se unë jam me pushime në plazh me familjen." Lëreni Nureddinin se ai mund të jetë mik dhe besnik i idealeve të partisë, por do i hapni të lashe. Prej 4 vjetësh u justifikuat që dosja non grata nuk ka prova për korrupsion. Madje me këtë motiv, keni bindur edhe Carlos Trujillon dhe Chris Lasivitën që Blinken dhe Biden e shpallën Berishën si non grata pa prova. Gradualisht filluam ta besonim që dosja non grata s'ka prova, deri ditën që ju me duart tuaja depozituat 6 milion fakte. Nga sot ajo dosje është plot me prova, faqet e së cilës po i numërojnë 2 avokatët e Trump. Shqiptarët mund t'i bëni budallenj, duke ju treguar përralla me patriot që paguajnë miliona dollar për aleancën tuaj me Greqinë, por amerikanët s'do besojnë kurrë që ato janë paratë e elektricistëve apo hidraulikëve të diasporës tuaj.